muaj të mbar. Dhe sot do shikoni parashikimin e muajit shkurt të vitit 2026 për Shqipërinë dhe shqiptarët. Për analizë të plot ndiqni në YouTube ose këtu në TikTok videon më të madhe çfarë do ndodhi në 2026 dhe nga muaj në muaj. Muaj shkurt është për të gjithë ju, një muaj që do filloni të ktheheni tek vetja, të pyesni veten çfarë jam unë kur nuk kam të tjerët rreth e mban. Gjithashtu do fillojmë të lirojmë zhgënjimin, gënjeshtrat, gjithçka që deri tani e kemi kujtuar që ka qenë e vërtet, por do zbuloni që ato nuk janë të vërtetat tuaja. Dhe gjithmonë unë flas me të vërtetat e shpirtit. Muaj shkurt do ketë një energji më të lartë femërore. Femra do zgjohet dhe do thot mjaft më në barrat e të tjerëve. Femra do arrit të thot që mjaft më të zvogëlohem që të hyj në këpucët e të tjerëve. Dhe kjo gjëja më e bukur është që do bëhet me qetësi dhe jo me arrogancë dhe jo me agresivitet, por me zgjuarsi. Atëherë, në përmbledhje të shkurtër, muaj shkurt do jetë një muaj zhvillimi personal të individit dhe avash të grupit. Do dalin në pa shumë gënjeshtra që janë bërë nga ana e qeverive, gjithashtu dhe të personave që janë në krye të pushtetit. Por gruaja do filloj të zgjohet. Në qoftë se dhe ti që shikon këtë video në radhë të parë të jam mirënjohës që ta shpërndash, që ta dëgjojnë dhe njerëz të tjerë. Ti grua, je ajo që do filloj shkëndija e zhvillimit, ashtu si edhe tregon, sepse populli shqiptar ka njerëz të zgjuar, njerëz me dituri, po me deturi të thellë shpirtërore. Jo thjesht kemi gjithë këto dhimbje, gjithë këto plagë, gjithë këto trauma, por erdhi koha që të gjitha këto, bashkë me zakonet dhe bindjet e vjetra, ne t'i lirojmë. Për ti që e dëgjon, jam mirënjohëse nëse shpërndan këtë video dhe këtu në TikTok, në YouTube, në rrjetet sociale. Dhe bën regjistrimin dhe këtu në TikTok dhe në YouTube. Dhe për të marrë videot që bëj për dita për të gjithë ju. Dhe këto janë falës. Gjithashtu, në çdo të ente për ty grua që do vërtet të zgjohesh, po jo me agresivitet, po në qetësinë tënde të femrës, çdo të ente në muajin shkurt, ti mund të vish në terapi falas dhe të mësosh gjëra të ndryshme dhe në përgjithësi të mësosh pse të ndodhin këto dhe të tregoj rrugën si mund të dalësh nga çdo lloj dhimbje dhe problemi që ke patur deri tani. Se çdo gjë bëhet për një gjë. Muaji shkurt për të gjithë ju gratë është që të zgjidhni një rrugë tjetër, një rrugë ndryshe, jo në agresivitet dhe jo në heshtje. Prandaj jeni në vendin e caktuar, në vendin e dur, në kohën e dur. Në qoftë se dëgjon këtë thirrje, më shkruaj në WhatsApp tek numri 0030 699 321 46 37 të bësh pjesë e grupit të enteve ndërmjet platformës Zoom që të mësosh gjëra më tepër. Për të gjithë ju të tjerët, akoma dhe ju gratë, më shkruani këtu që doni të mësoni video të tjera. Dhe në videon e ardhshëm do bëjmë videon çfarë e gënjeshtre i thoni vetes tuaj në ndërgjegje, që mbani në atë qetësi, tjetër doni dhe tjetër thoni, në bazë të ditës të ditëlindjes. Prandaj do ishte për mua shumë e nevojshme të shkruani ditën e lindjes tuaj, vetëm ditën e lindjes. Për shembull, unë jam në datën 8, ju në çfarë date jeni lindur, vetëm datën e lindjes
dhe të shikojmë që të bëjmë videon që të përgjigjemi të gjithë juve që keni komentuar. Shpërndajmë këtë video dhe në njerëz të tjerë për të shpërndar të reja tona, edhe pse jo të bëjmë zgjimin dhe dërgojni njerëzve atë që ju dëshironi të kini për veten tuaj. Unë, Merita, ju dërgoj sot që muaj shkurt të jetë një muaj zgjimi, i lehtë, pa probleme, të lidheni me veten tuaj në të gjitha drejtimet dhe të kuptoni kush jeni në të vërtetë dhe mos prisni që vlera juaj të vijë nga të tjerët. Ju dua shumë dhe ju përshëndes dhe pres ditëlindjen ta shkruani në komentet. Ju dua shumë.